Zërat për një bashkëqeverisje të mundshme midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje janë shtuar ndjeshëm në skenën politike të Kosovës pas deklaratave të hapura nga figurat e njohura, të cilët janë edhe deputet aktual në Kuvendin e Kosovës, Jakub Nura dhe Najit Hasani. Një tjetër emër me peshë brenda PDK-s, ish ministri i jashtëm i Kosovës dhe deputeti aktual, Enver Hoxhaj, ka konfirmuar gatishmërinë e tij për të mbështetur një koalicion të tillë nëse do të ndodhte. Në një intervistë dhënë në emisionin Rubicon, Hoxhaj deklaroi qartë se në cilësinë e deputetit të Kuvendit të Kosovës ai do të ishte pro një marrëveshje të tillë politike ndërmjet dy partive më të mëdha në vend, nëse ajo do të adresonte nevojat reale të vendit dhe do të ishte arsyetuar nga rrethanat politike dhe matematika parlamentare. Nëse unë do të duhej të votoja diçka të tillë si deputet, natyrisht që do të votoja dhe do ta mbështesja, natyrisht, por jo vetëm si një koalicion për krizën, por një koalicion që bazohet në llogaritë të qarta politike dhe se çfarë do të adresojë në të, u shpreh Hoxhaj. Ai u treguai kujdesshëm të mos hyjë në spekulime konkrete rreth ndarjes së pushtetit, duke theksuar se emri i kryeministrit do të ishte një temë për diskutim gjatë negociatave mes dy partive, nëse një takim i tillë do të ndodhte. Megjithatë, ai nuk e fsheu se për PDK një emër i preferuar për pozitën e kryeministrit do të ishte Bedri Hamza, aktualisht një prej figurave kyçe të partisë dhe kryetari i Mitrovicës së Jugut. Nuk dua të lëshohem në një skenar të tillë, me Kurtin kryeministër apo me Bedri Hamzën kryeministër. Natyrisht se ne do ta pranonim me çdo kush i Bedriu të jetë kryeministër, por këto janë tema që do t'i zgjedhim kur të ulemi në tavolinë, shtoi ai. Deklarata e Hoxhajt vjen në një kohë kur skena politike në Kosovë është gjithnjë më e polarizuar dhe qeverisja aktuale e vetëvendosjes po përballet me kritika të shumta, sidomos në aspektin e menaxhimit të krizave, qasjes në dialogun me Serbinë, por edhe zhvillimit ekonomik dhe sundimit të ligjit. Në këtë kontekst, një koalicion ndërmjet dy partive më të mëdha në vend, donse deri tani pa precedent, do të mund të konsiderojë një zgjidhje pragmatike për të tejkaluar ngërçin politik dhe për të krijuar një bazë më të gjerë për vendimarrje. Një koalicion i tillë, përveç se do të siguronte një shumicë të fuqishme në kuvend, do të kishte potencialin të sillte më shumë stabilitet politik dhe institucional, por edhe të zgjidhte presidentin e ardhshëm në 2026-ën. Megjithatë, një partneritet i mundshëm ndërmjet PDK-s dhe VV-s mbetet një çështje e ndjeshme për të dyja palët, duke pasur parasysh historikun e tensionuar mes tyre, përplasjet ideologjike dhe akuzat reciproke ndër vite. Deri më tani, lëvizja Vetëvendosje e udhëhequr nga Albin Kurti nuk ka treguar publikisht ndonjë hap të qartë drejt një marrëveshje të tillë me PDK-n, përveç disa takimeve me Bedri Hamzën në kushte, kur Albin Kurti ishte duke parë ndeshjen e basketbollit në stadiumin e Mitrovicës. Por nga ana tjetër, brenda PDK-s disa figura po tregojnë një lloj fleksibiliteti strategjik, duke parë në një koalicion të tillë mundësinë për të kthyer partinë në pushtet dhe për të ndikuar më drejt për drejt në politika qeveritare. Kjo deklaratë e Enver Hoxhajt mund të shihet si një sinjal i brendshëm për orientimin e mundshëm të PDK-s në një fazë të re politike ku prioriteti është konsolidimi i rolit të saj si aktor shtetformues dhe bashkëpërgjegjës për zhvillimin dhe integrimin euroatlantik të vendit.